e kanë parë gjithmonë si një rival, qoftë edhe në prodhimin dhe eksportin e naftës e gazit, qoftë edhe si zotëru si një pjesë të madhe të gjirit persik dhe që kanë dorë dhe çelçat e ngushticës së Hormuzit, e kështu me radhë, kjo është situata. Mendoj edhe këtë që politikanët aktual të botës, sidomos krerët e saj, më të fuqishëm, të superfuqive, si presidenti Trump, si presidenti kinez Xi Jinping, për cilin nuk tham diçka, po do ta shtoj pak sekonda. Ashtu dhe Putini kanë vërtet pikpamje të ndryshme dhe qëndrime të ndryshme, por një gjë në lartësinë e mendimit të secilit prej tyre besoj se qarkullon që pasojat do të jenë të tmerrshme nëse lufta merr për masa të mëdha. Mos them pastaj nëse vjen puna të përdoret dhe në armë atomike, që do të ishte katastrofë për gjithë planetin dhe që ata në radhë parë mendojnë edhe për veten e tyre, për familjet e tyre, se për popujt e tyre s'para mendojnë shumë, se po të mendonin nuk i nisnin këto luftra. Se për shembull, presidenti Putin është presidenti i shtetit më të madh në botës me sipërfaqe, 17.2 milion kilometër katror. Çka po i duhet atij t'i marrë Ukrainës me luftë mbi 3 vjeçare, 4 rajonet dhe përfshi dhe Krimen që e mori që në 2014. Vërtet i mungonte toka, sipërfaqe, hapësira Putinit? Jo more i dashur. Dihet që shovenizmi slav, në këtë rast slavo-rus, është i tmerrshëm dhe i pangopur për të pushtuar. Aq më tepër që Stalini, në 30 vjet të sundimit të tij të egër, diktatorial, një nga veprimet e tij më të poshta dhe më çnjerëzore ka qenë rusifikimi me forcë i shumë prej republikave sovjetike, që përbënin Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike. Kështu, në mënyrë të veçantë në Ukrainë, ai dërgoi me dhunë apo me forma tjera mijëra e miliona rus që, si i themi ne shqiptarët, ta kishte litarin jashtë varrit. Do me thënë, për çdo situatë të kishte si alibi që rusët nuk trajtohen mirë, rusët po persekutohen në këto vende dhe numri i tyre është kaq e është aq. E vërteta është që rusët shkuan atje të detyruar apo qoftë me dëshirë në kohën e një bashkimi të madh socialist sovjetik, por kjo nuk do të thotë që ato janë territore ruse. Këto flas për Ukrainën, këto pjesë 4 rajone, qoftë dhe Krimea. Ruse nuk është, gjithmonë ka qenë ukrainase. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, kjo politikë. Presidenti Xi deri tani është treguar i kujdesshëm, sepse Kina ka interesa jashtëzakonisht të mëdha ekonomike, në konkurim me SBA-n sidomos, por edhe me Rusinë, por sidomos me SBA-n, në kuptimin ekonomik o tregtar, ku duhen jo miliarda, po triliona dollar shkëmbime, Kinës i intereson të ketë influencë dhe të ketë rol të madh në këtë tregti dhe në këtë zhvillim ekonomik, me naftën, me gazin, me degte ndryshme të industrisë, përfshi dhe ato të hekurit, të çelikut, dhe Kina po mban një qëndrim pritës. Por nga ana tjetër, sapo është nënshkruar marrëveshja tregtare mes Kinës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për taksat, për detyrimet, pra Trumpi bëri një zbritje të madhe të tarifës që i vuri importeve nga Kina, ashtu siç edhe lejoi që numri i studentëve kinez në Amerikë, ku studiojnë ato në Harvard e me radhë në Columbia e tjerë, universitetet më të famshme të botës që janë në Amerikë, numrin e tyre ai vendosi të mos e paksojë, ndryshe nga sa kishte deklaruar në fillim. Kjo është situata, bota është para një sikleti të madh. Shpeshherë çmenduria e politikanëve i vë ata para faktit kryer. Dhe nuk di të them se bëj dot të mençurin në këtë
moment, në këtë situatë, do thuash ti përderisa ke dalë për të një opinion do ta thuash, por që të vendosësh se kjo që po thua ti është e padiskutueshme, mendoj unë që është e gabuar. Pra, jemi në pritje të çdo ngjarje, të çdo ore, të çdo dite, se si do rrjedhin dhe se si do zhvillohen. Por pasojat janë të rënda, pasojat i vuajnë popujt, pasojat në çdo pikpamje, në humbje të jetës, jetëve njerëzore, në humbje të mëdha ekonomike, në shkatërrime, po të shikosh ti për shembull gazën, pa e kalojmë pak sekonda. Duket sikur është Hiroshima dhe Nagasaki në gushtin e 45-s, mbasi amerikanët hodhën 2 bombat atomike. Ka shkatruar çdo gjë. Pa folur për numrin e madh të vrarëve, mbi 55.000 të vrarë. Do thuash, patjetër që kanë faj të madh liderët terroristë të Hamasit, apo të Hezbollahut të Liban, që gjithashtu janë njësoj si Hamasi. Po këta i nxiste ky